Karagoqi i mbushur sonte pret edhe ndeshjen e dytë të çerek finales mes Pes dhe Golden Eagle Yllit. Skuadra Pes që ka një mundësi të ardhë ti bashkohet skuadrës së Bashkimit, e cila është e kualifikuar direkt në gjysmëfinale. Kujtojmë që Peja fitojnë në Suareg për një ndeshje të madhe duke triumfuar me rezultatin 71-77 dhe me rast fitore sonte në Karagaq, atëherë ajo mund të sigurojë edhe biletën e gjysmëfinales. Për t'ju uruar mirëseardhjen dhe përshëndetje gjithë abonentëve të Art Motion dhe të kujtesat. Do jemi së bashku të shpejtuar të një drame të vërtet në Pej, ku Peja që është negociere skuadrës së Golden Eagle Yllit e skuadra nga Suarega, e cila beson që mund të rikthejë edhe në serinë në favor të tyre, duke ditur që edhe pse në qoftë se fiton skuadra Yllit, atëherë ndeshja nuk do i luajë në Suareg, do i luajë në një terren tjetër neutral, dhe duke ditur që janë të ndenuar dhe do të i zhvillojnë 3 ndeshjet e radhës pa shikues. Kujtojmë që Peja tashmë që ka një mungesë që nuk do t'jetë sot në skuadrë Arti Ajdari, kurse vazhdon të jetë komplete skuadra apo e tëra me roster të pa asnjë të dëmtuar apo të suspenduar i skuadra e Golden Eagle Yllit. Përpara tash edhe rosterin e skuadrës së Pes, kujtojmë që Peja do të ka një roster me Shëndrit Llapin, Arti Ajdari, Da Silva, Towns, Marcel, Ukaj, do të jetë Berisha, Aminat, Tristanik, Penas Griciunas, Ten Matoshi dhe Andi Ahmedi përpara edhe rosterin e skuadrës së Golden Eagle Yllit, ekipit nga Suarega. Kujtojmë që Ylli ka një roster me Jan Paloka, Elis Shoshi, Malcolm Armstead, Derek Wilson, Artin Gashi, Altin Shajla, Gjellën Nesbit, Arjan Çallaku, William Tavares, Servin Mullaliu, Imran Poljutak dhe Elton Kuqi. Paruar përmendim tash edhe 5 startueset e vendasit të Peja, për trajneri Krashovec ka vendosur nis me Towns, Marcel, Ukaj, Berisha dhe Griciunas. Kjo është 5-sja startuese e skuadrës së Pejës për pritje të parë grafikisht edhe 5-shën e skuadrës së Golden Eagle Yllit, ku trajneri Pipa Andonis me Paljoka, Shoshi, Wilson, Nesbit dhe Arjan Çallaku. Nuk do nis Poljutak siç ishte në ndeshjen e kaluar. Kujtojmë që Poljutak pati të lashe me personalet në çerekun e parë, ku ai shkaktoi 3 personale që penalizoi edhe atë të ketë jo edhe ato minuta që i kishte të rezervuar nga trajneri Pipa. Po me edhe treshën e gjyqtarëve, e cila do të jetë me Artan Gashin, më pas do të jetë edhe Visar Bunjaku së bashku me gjyqtarin Gjekovic. Peja që ka një mundësi shumë të mirë që të fitojë sot dhe të bashkohet me skuadrën e Bashkimit në gjysmëfinale, e cila e pret. Kujtojmë që Bashkimi e mbylli edhe sezonën si e para në tabelë, ku Bashkimi pati 20 fitore dhe 8 humbje, kurse Peja që pati 14 fitore dhe 14 diskuata, e një fitore më shumë e një humbje më pak e pati Golden Eagle Yllit, e cili e mbylli e 4-ta me 15 fitore dhe 13 humbje, dhe jo rastisht ka edhe përparsin e terenit në këto 3 ndeshje, në qoftë se është e nevojshme thuhet të ndeshja e tretë. Ja dhe imi i Shqipërisë për të dëgjuar pas pak. Performojnë mjaft mirë Jan Paloka dhe Elis Shoshi. Paloka që pati 22 pikë, ndërsa Shoshi pati 15 pikë, kurse te Peja Griciunas ishte lojtari më i dalluar me 17 pikë shënuara dhe pati 12 rebounde, një lojë e mirë edhe nga Towns me 14 pikë e 9 asiste. E shohim tash se si do shkojë rrjedha e lojës dhe patyshim që lojtarët e Pejës janë më të motivuar, duke e ditur që kanë edhe shumë se 2.000 shikues të në Karagaci që brasin dhe përkrajnë lojtarët e Pejës, andaj do të jetë një presion shtesë ndoshta për ekipin Suaregas, por në anën tjetër një presion është edhe për Pejën që duhet të mos dëshpëroj tifozët që sot kanë mbushur palestrën plot për përkrahur ata deri në maksimum. Ja, dhja peshën në parket për pritur tash edhe xhambollën dhe startin e ndeshjes që pritet të jetë interesante mes Yllit dhe Pejës. Ja, Dardan Berisha që sot ka edhe përgjegjësinë e kapitenit pas dëmtimit të Arti Ajdarit, cili sot nuk do të jetë fare pjesë e skuadrës së Pejës, por do të qëndrojnë pranë bankës, por jo edhe gati për të performuar. Shohim xhambollën, do të jetë mes Shoshit dhe Penas Griciunas.
Ylli. Griciunas dhe Shoshi. Pare dhe tjenë litaret Mysafir të Ylli. Nesbit, një pasim në thellësi për Çalokun. Çaloku prapa me Derek Wilson. Pa pran Towns, lirohet Palokaj. Vjen ndihmë edhe Nesbit tashmë. Nesbit ka pran Morselin. Palokaj dhe Ukaj. Tashmë Palokaj në presion të kohës, duhet zgjedh situatën, ka një faul në Jan Palokaj. Nga Ron Ukaj. Shumë në njerë, faulin e Ukaj në Palokaj. Wilson. Do akerohet Shoshi, pasimi është me të. Centurin prapë për Wilson, lojnë e pënja me Towns, Deviz mirë, dueli 2 numërave 3. Wilson e gjysë diston, gjuajt e afon, nuk ka pik Berisha, shty sak për Morsel. Peja në aksionin e parë në ndeshje. Towns. Shërbem për Berishën, eziton në gjuajt e nuk ka hapësir. Berisha vazhdon baj topin, provon të nëzirë topin të Morsel për kupton që të shka Wilson për ta interceptuar dhe për të vjedhur topin. Janë e pasim për Palokaj. Daviz mirë Palokaj në mesin e dy kundërshtarëve dhe vin pikët e para për Yllin. Jan Palokaj që i shënon. Morsel. Provon të ndihmoj Griciunas. Morsel. Tentobin për Griciunas. Alkojnë kombinimet. Morsel një pasim që duhet tjetë temijuar dhe i fundit kaluar të Griciunas dhe posedimi duke që dhe tjenë me Yllin. Kështu është dënë. Mendimi gjyqtarëve dhe nga përsëritja u duk që patit e vijen për vështirë për ta parë. E se kush e kështë e pregur i fundit. Reci ka vetë mendimi gjyqtarëve. Ja, Çaloku për 3, nuk ka pik. Towns të kundër zbritje. Për cilëm Towns, provan shkoj vetë. Yllet hapësira që të avancoj më tej. Towns pasimi për Ukaj. Ukaj i pa markuar, provan treshën, jo Isak në gjuajtje. Nesbit. Wilson për Palokaj. Palokaj nga anash për 3. Topi hyrë dhe doli pa fat Berisha me reboundin e dytë. Pasimi për para për Morsel. Luajnë për një me Nesbit. Për sillën Terrell Morsel kërkon kontaktin. Përdor tabelën e përshëruar. Vi pikët e para të Pejës. Terrell Morsel. Palokaj. Wilson. Provon të bërtaj, Wilson. Brojtja mire Towns. Wilson, e gjuajtja mbi Towns. Shkon brenda, pretendon tjetë fauluar Derek Wilson. 2 për para Ylli. Towns. Towns të pasin për Griciunas, rotullohet Griciunas. Në qysh distans, penas Griciunas. Para zuar me kadër, ritare më i daluar i Pejës në ndeshën e parë. Derek Wilson. Da, në për një me Berisha. Wilson sulmon për para. Wilson për dorë tabelën në njerë. Për të shënuar. Derek Wilson pika 4. Shtetarë Sigal Prishtinës për 2 edicione. Berisha. Provon shkoj vetë. Pasimi për Ukaj. Ukaj në zirë. Jashtë perimetri topin për Towns. Për cilëm Towns nga maja qencët për 2. Bang! Një quajtë të mrekullueshme Towns për barazuar në 6 rezultatin. Shoshi për 3. Me të pranuar, provon të reshën lartë për shënuar. E shojë Morsel në kundër zbritje. Morsel ka një faul të Çalokut. Kjo është vetëm fauli i parë ekipori skuadrës të Yllit, për dallim që edhe Peja ka një. Njerë gjuajtja Towns nga maja Chelsea për 2. Ja, tashme në ballore, treshja Towns! 9-6 Peja! 5 pik për Towns! Palokaj. Palokaj, pasimi për Çalokun. Heziton në gjuajtja për 3. Provon që gjej hapësirë për të vërtuar mbrojtja mire Berishës. Morsel me rebound në mbrojtje. Morsel dhe Vizbukur. Në fund mbet ekuilibrin dhe kontrolën e topit. Nga posedimi do tjetë me Mysafirët. Arin të rikuperoj metrat prapa në mbrojtje Çaloku. Ja o njerë. Gjuajtja për 3 nga Towns që shkojnë brenda. Shojnë tashmë gjyqtarit.
Gashi dhe Gjekovic do vinë për ta parë edhe nga afërse kush ka pasur kontakt i fundit me topin. Ndruar vendimi, Kobe do tjetë me Pejen. Po qarë në përsëritje edhe që pregja fundit ka qenë nga Çallaku. Në pasin për Berisha. Yllet e minuti 4 që regu dhe parë, për që në Berisha. Në pasin shumë i mirë në thellësi për Griciunas, është pauluan nga shofi, dy tira dhe tjenë për të. Griciunas deri tash me 2 pike, 2 ribande, që dhe 2 ribande që ka marrë në mbrojtje. Në lëvizja mashtruese, Polutak bëhet gati për të inkuadruar shumë se në vendin e kujt. Do inkuadruar Polutak, do largohet Shoshi, me dy tuaj nisën e peqe. Skuadra e Yllit tashmë lojtari 3 juaj ka pas Nesbit dhe Wilson. Kështë si lojtar vendor që cilcohen Çallaku dhe Paloka, i ka bërë në gjuajtën e partë të lirë Griciunas. Shojmë edhe bankën e pesik për Da Silva dhe Amin Hot. Ka bërë në të dytën Griciunas. Polutak më i larti për të marrë reboundin. Wilson për Çallakun. Kanë mbrojtje e mirë Towns në Wilsonin. Luajnë një për cilën Derek Wilson. Insiston gjuaj vetë. Wilson e bën gjuaj dhe Morio për të shënuar Griciunas në reboundin e tretë. Ja tranzicioni shpejt i Pejes. Towns. Mbrojtje e mirë Palokaj. Provon të rikuperoj shpejt topin Ylli. Palokaj. Do të kemi jump ball dhe shohem se Shigjeta apo jo është gjykuar si një faul i Towns në Palokaj. Shojmë njerë nga përsëritja. Nuk u gjykuar si jump ball, kërkoj falje. Palokaj. Ka pasime për Çallakun. Wilson. Wilson për Çallakun. Ka vënë të bërtimin Çallakun. Në mbrojtje shumë mirë e Griciunas për të vjedhur topin. Ukaj i vëmendshëm. Arrin ta kontrolloj pasimin e Griciunasit. Towns. Dyretar pranë tij. Towns provon të tirohet. Towns të pasi për Griciunas nga vërsia. Nuk ka pik Polutak. Rebound në mbrojtje. Wilson në anën tjetër. Të këndojnë një për një me Towns. Wilson është pauluar. Edhe tjetë edhe personalja dytë për Towns. Fauli i tretë ekipori i skuadrës së Pejes. Ka njerë blokadën e Griciunas. Do largohet Towns sa minut në vendin e tij. Ja kënaqur me zëvendësimin ndoshta. Por kërkon ta ketë në të në dispozicion kryetrajneri Krashovec dhe nuk dëshiron ta rrezikoj çka mbaj në parket. Duhet ditur që ka tashmë 2 personale. Wilson do largohet edhe Ukaj. Për të inkuadruar tashmë edhe Da Silva. Palokaj. Palokaj për Polutak. Polutak përvan gjuajtën e gjysmë distancë. Topi hyri dhe doli. Lufta e Nesbit dhe Morsel. Topin e ka Peja. Aminot. Pasimi prapa për Morsel. Dardan Berisha. Hot për prerjen perfekt në floater. Aminot me tabel për shënuar. Kampioni Kosovës me 3. Aminot që gjenë pikët e para. Nesbit. Polutak.
Gjizlistan, gjuajtja nuk do të ketë lirë gjuajtja për Lutakut, kishta pasur një faul më herët. Edhe Armstead bëhet gati për të inkuadruar. Shënë në vendin e kujt, dhe zë vendin Armstead, në shumë gjast largohet Çalhanović pikërisht ai. Fillimisht ka qenë faulli i Da Silvas në Nesbit. Faulli fundit që kishte përdhënë Peja. Shohim Armstead, ishte lojtari Pejës, afrohet për mrekulli, për të shënuar në floater. Malcolm Armstead pikët e para, për të kushtuar në 3 e bërsinë e vendasve. Aminat. Shkot. Pasimi për Berishën. Tani pasim për Griciunas, një topi humbur, Nesbit në kundërshpritje. Nesbit një faul i Griciunas. Do tjetë personalja pare ti. Pipa në plan të parë. Një ashtu edhe Jalen Nesbit. Tashmë do të ketë drejtën e dy gjuajtëve tjera pasi që ka kaluar zbëllimit të fauleve dhe Peja ka bon Nesbit në gjuajtën e parë. Edhe kom box out Krashovec në qëllë se Nesbit nuk shënon as në të dytën. Nuk e pa Nesbit, Berisha me një tjetër rebound. Është kredi për Berishën ku ka edhe një asist, por ende për gjetur pikët e para apo për të provuar një gjuajtë Dardan Berisha. Morsell. Nesër e dy kundërshtarëve është pauluar dy tira, dy tjenë për Terrell Morsell. E për Morsell, mundësia e parë që të drejtohet vijës të lirave që të provoj dy gjuajtë të lira, ka 2 pikë Morsell, ka dhe 2 rebound të një ashtu. Shënon Morsell në gjuajtën e parë të lirë. Në të dytën, Griciunas më do të mbaj për para Peja nuk ka den, bjedhe në 4 e bërësia atyre. Malcolm Armstead. Në të bërtem, pasine për Polutank. Që arrin për plas, topin e kosh. Mbi 2 kundërshtarë të Pejës. 12-10 vetëm në një posedim e bërësia Pejës. Aminat. Hot. Pasimi për Da Silva. Da Silva rotullohet, Da Silva një gjuajtje vështirë. Shënon Brasilianit. Tullio Da Silva. Pikët e para. Është pika 4 dhe Pejës. Nga lojtarët që vinë nga banka. Në të bërtimi Armstead. Devis për mrekulli. Malcolm Armstead. Pika 4 edhe ti. Aminat. Hot. Aminat. Pasimi për Da Silva, një rrezikshëm Nesbit. Arrin ta vjedh topin nga prapa. Pasimi për Polutank. Polutank për Wilson. Në cevër para zuar apo për të marrë edhe bërsin ylli. Derek Wilson heziton në gjuajtje. Pret edhe vendosin e Polutakut. Tash më loja një për një me Griciunas. Përcjellën Polutank. Në fort Polutank. Mezi kontrolon, gjithë në Polutank. Topi do i takoj yllit. Ka gjustari Čeković. 5 sekonda në aksionin e Golden Eagle yllit. Shkonan janë nga përsëritja. Kush e kanë qeri fundi topin, a ka qenë këmba Griciunas apo e Polutakut, të në shojnë për plasin e topin e kosh nga Polutak. Është bedur vendimi që topit i takoj. Apo të vazhdoj tjetë në skuadrën e yllit. Nesbit, dalet për 2. Nuk ka pik nga Nesbit, Aminat, kundërshpit është të shpejt, përcjellën Morsell. Morsell provon shkoj vetë, Morsell ka faul, pishtë! Terrell Morsell! 16-12, 4 për para Peja. Pika 5 për Morsell, do të ketë një gjuajtë e tirë. Ja, njerë kundërshpritja shpejt. Dhe faul i Wilsonin në Morsell.
Andi Ahmeti dhe inkuadrohet në vend të Dardan Berishës. Shanana në gjojnë e lirë Morsell, 6 pika ajtë, kështë ashtë së më i mirë. Tashmë të peja, Malcolm Armstead. 5 për para janë vendasit. Armstead, Lavon të bërtaj, Armstead e vizë perfekt loj. Shumë e mirë me këm nga Armstead, për nuk shkon edhe gjuajtja, mbetet për para Ylli. Nesbit. Ashtirir Wilson, dhe do të luaj Polutak me Palokaj, ka faul të Ahmetit. Këtë dira dhe t'jem për Jan Palokaj. Ikpe në vendin e Morsell. Që të rëzërëndësim të peja. Palokaj që shënë në gjuajtën e parë të lirë. Palokaj, Nesbit dhe Wilson janë litarë që nuk janë zëmituar fare të Ylli dhe Ritash. Shënë në të dytën janë Palokaj. Aminot. 4 pikë për janë Palokaj. Ishte për të parë në vijën e të lirave. Ikpe që provon të marrë pozitën Nesbitit. Në faul në Aminot do t'jenë dy gjuajt e tira për të në personale Palokaj. E para për të. Shalaner. Kontaktën e Palokaj në Aminot. Pasi që hot arriti tashmon Armsteadin, shënë në gjuajtën e parë të rirë hot. Kjo është pika 3 dhe ti. Sakt, jo, në të dytën hot. Bedën e 4 e vërsia Pejës. Jan Palokaj. Palokaj provon të sulmoj, Palokaj në mesin e shumë kundërshtarëve, nuk ka fakt super mbrojtje nga Peja, por jo të vëmendshëm e mbajtjen e topit, Polutak nga vërsia. Pik të leta për Imran Polutak. Tojmë që ka 4 pik tashmë Polutak, 4 ka Armstead që vjen nga banka. Ikpe. Jojnë e për një me Palokaj, për cilëm Tristan Ikpe. Do në zerë tome në Andi për Andi Ahmetin, topi vjellu tashmë nga Derek Wilson. Peja me një tjerë shtop të humbur, por jo mirë as Ylli në tranzicion. A dhe ndare loja për zëvendësime tjera, Towns dhe Berisha që do inkuadrohen. Shojmë Ahmeti dhe Kriciuna që lejnë parketin. Aminot. Towns. Për Da Silvan. Kërën e për një me Polutak, Aminot. Kërën e për një tashmë me Palokaj, në tjetër do për i Pejës, Polutak. Arim shëven në fund sakt probat e Palokaj, janë Nesbit për 3, shënon Jalen Nesbit. E përsia minimale e Ylli në 1 pik. Nesbit, kjo është edhe treshja parë dhe 3 pikët e parat e ti. E gjithë koha mbetur në qerikun e parë do tjetë me Pejën, për cilën Towns. 3 sekonda, Towns për Da Silva. Da Silva provani pa markuar për 3, nuk ka pik. Mbyllë 18-19 qeriku i parë në favor të Yllit. Ku nga 4 pik patën 4 lojtar. Palokaj, Wilson, Armstead dhe Polutak, ndërsa 3 pik që shënoj Jalen Nesbit, që shënë të fundit të Yllit në këtë qerek të parë. Në anën tjetër të Peja me 5 pik Towns, 6 pati Morsell. Ishën edhe kontribuesit më të mëdhenj të skuadra vendase. Një pauzë shkurtër në pret një qerek i dytë të jetë interesant. I pari 18-19.
skuadrë për nisër edhe Qeregu i dytë, 18-19, epilogi Qeregu të parë. Pare me tobin tashmë në posedim dhe tjenë metarët Pejan. Towns në aksionin e parë. Da Silva. Datan Berisha, sërma për para, Berisha e flotër, mitige dhe para për Datan Berisha në tentimin e ti të parë. 29 minimale e vërësia e vendasve, Malcolm Armstead. Palokaj lëviz mirë, pasimi për Aktingashë, me një provan për 3, shënon kapiteni Yllit, 23-22. Towns kanë vetë, Towns përdor tabele, nuk ka pik, Wilson. Në reboundin dhe një shpejt këndër zbritën për Yllin, Wilson, koridori krejt i lirë, pasimi për Polutak nga vërësia. 5-0 seria e mysafirëve, 4 e vërësia është të tyre. Imran Polutak, pika 6 në ti. Aminat. Njerojt Berisha nga kjo distancë për 3. Fort Gjuajta nuk ka pik Gashi. Rebound në mbrojtje. Eziton të bëjnë pasim në thellësi. Derek Wilson. Jan Palokaj për Polutak. Polutak rotullohet. Faul është me sol. Ndosje 8 e mirë nga Da Silva. Qënë në njerë kontaktin. Dhe shtyrin e Polutak në Da Silva. Shtaj qështari Gashi që e dha të drejt kësaj rare skuadrës e Pejes në atë duel. Towns. Pasimin e thellësi për Ikpen për Da Silva. Towns të vizmir, Towns, pasimi i Gashit është devijuar. Apo pasimi i Towns është devijuar nga Gashi kërkoj falje. Në baseline. Ja, njerë, treshja e Gashit. Nuk kishte shkele vjen në atë që apo nga përsëritja. Datan Berisha. Vitet e vetë në të pesë, ka shënuar këtë Qerek. Ikpe nuk shënën nga vërësia, nuk e përmision as Da Silva. Towns, Aminot, i pa markuar për 3. Aminot! 23-24, super paraqitje nga Aminot, pika 6. Ka dhe një asist dhe një rebound. Malcolm Armstead, për të përgjigjer, Armstead edhe ai për 3, Fort Gjuajta, nuk ka pik. Da Silva me rebound, hot, për Towns, bëtësia për të rikëtyre për Simpeja, për cilëm Towns. Eziton edhe pasimin të bëj të hot, të reveron të shkoj vetë Towns, sëllëma për para, Towns pasimi, nuk dhe të ketë derë me këm kishtë të shkelur jashtë, para pra kishtë Towns, andaj të gjikohet si një top i umbër tjetër ki për Pejon që është i 9-9. Këto 12 minuta lojë që janë zhvilluar deri tash. Statistikë që duhet që shqetësuese për Pejon. Wilson. Armstead, dhe vizmir, një Gjuajt e mbi hot, nuk ka pik për Polutak. Ka fërsia që adet shënon në njerë, pika 8 dhe Polutak. Rebound i pari ti në stënë ka dhe 3. Apo edhe 2 rebound e tjera në mbrojtje. 7 minuta lojë në pjesën e parë. Towns, shënuan për mrekulli. Marquez Towns, pika 7. Sa kanë gjarë, pretendojnë për një faul, ditare dhe pes. Malcolm Armstead, super mbrojtje nga Aminat. Nesbit Tavares dhe Shoshi bën gati për të kthyer në parket. E për Tavares do tjetë edhe i rapar që do e shohim në lojë. Ja shohim se për çfarë arsye kanë reaguar lojtarët e PS-s. Po. Një kontakt minimal këtu mes Wilson dhe Da Silvas. Për të larguar Gashi, Palokaj dhe Polutak. Dhe Shoshi për Tavares. Shohim lojën e për një mes Willem Tavares dhe Dardan Berishës. Tavares në mesin e 2-7 ka arritur me një faul, 2 tira do të jenë për të.
Tavares në gjuajtën e parë të lirë. Ka bona në të dytën, hak më i vëmen se vërë marë i baundi. Towns. Towns, dhe foul. Duhet t'i shoshit. Allë i ty do t'i por i yllit. Edhe Kastetin e gjuajtët për 2 pikë, në një të tjerë Peja. Në ashtu edhe për 3 pikë për Peja që për lëngën në gjuajtët e lira. Ashtë të time ka shkënuar vetëm 3 prej tëre. Dardan Berisha. Në Vizmir Berisha, pasimi për Hot. Hot filmon vetë, Hot ndale në gjysë distancë, i mire kullueshëm, Amin Hot! 27-26. Pika 8 e Hot, kështë ashtu se më i mirë të Peja. Minimajle e vërësia e vendaze. Malcolm Armstead. Dhe Tavares. Tavares, dhe Vizmir. Jobët të shmangër Berishën, Wilson, qëfar mbrojtje nga Hot, Wilson insiston së shënoj nga vërësia, nuk ja del. E Amin Hot me ribandin e 3, super paraqitje nga Hot, shumë tranzicionin e ti. Pasimi për para për Towns, Towns e zitën e gjuajtje. Towns për Ikpen nga vërësia, nuk shënon. E në fund Nesbit me riband në mbrojtje, jakun të sprit është të shpejt e Malcolm Armstead. Nesbit. Them prova për Armstead. Armstead nga kjo distancë për 3, nuk ka pik. E lë dalja Da Silva. Posedimi është dhe Peja. Asë në time-out nuk është tiru deri tash, të pak të në këto 50 minuta loj deri tash. Marquez Towns. Berisha, Leroet, provan me njerë për 3, top hyrë dhe doli. Da Silva me riba në sënë, blokohen nga Shoshi. Gjithë një Da Silva, Ikpe, Towns. Gajnë e përnë me Armstead, Davis perfekt në balore, tresha Towns, jo. Da Silva në bomber për Apen, Da Silva nuk shënon, brojt e mirë yllit. Nesbit për Armstead, Armstead, prerja Tavares, Tavares në mesin e 2 shtarve, ka personalit e Ikpes. Pasim shumë i mirë nga Armstead në drejtim të Tavares, edhe pse u dëllë që i kishte ikër këtobi nga duart e Tavares edhe më pas erdhi kontakti. Shanon kësa radhe në gjuajën e parë të vitë, pasi që në herën e parë gaboj në dyjat. Gjithçka para me 27. Sakton e të dyta. Thane vërsin ylli. Towns. Pikët e para për Tavares. Marquez Towns. 10 sekonda në akcion Peja. Towns gjithë një. Lojnë e përnja me Nesbit. Shumë driblimit e bugra. Towns a ka faul jo. Fundit duke që këtë pregur topin Jalen Nesbit. Towns për dhe tjetë fauluar. Një pasim për Berishën. Mertobi Najs, filma për para Berisha, provon një pasim për Da Silva. Në shojmë se kam përmënduar 24 sekundet e akcionit të skuadrës së Pes. Mbrojtje mirë së rave nga ylli. Malcolm Armstead. Kuadrë të vetë Grisiunas në parket. Kalokaj. Tavares. Tavares gjithë një. Tavares dojnë në përne me Berishën. Në një proba gjuajnë në gjysëm distancë. Të bëri dhe dole Towns më i lartë me të marri bandi. Sënë këndë zbritin e Pejës. Towns për Hot. Sënë në gjuajnë. Në cilë Amin Hot. Nohet për vendimin Hot, në fund ka një faul në të. Kam faul e për të në edhe ylli, është vetë faul i 3 ekipor. Grisiunas do zë vendin e Tulio Da Silvas.
Towns. Në pasim për Griciunas, Aminot, provon për 3. Nuk ka pinga Aminot, Nesbit. Në i lartë për të marrë reboundin në mbrojtje. Jan Palokaj. Palokaj provon depërtimin, janë e blokade Griciunas. Towns ka faul të Nesbit. Blokade në Griciunas. Towns në pas fauli i Nesbit. Blokade Griciunas në Palokaj, fajme më pas për zbritja e Towns që është fauluar nga Nesbit. Çalako bëhet gati për të kthyer në parket. Shojnë se vendin e kujtës dhe Çalako dhe largohet Tavares. Towns. Rohet Berisha, pasimi është për të, përcjellën Berisha. Berisha provan shkoj vetë, pasimi shumë i mirë për Griciunas, nga përsia nuk ka pik. Ja ku nëzbrit është të shpejt e yllë në anën tjetër. Wilson, zertovin për Nesbit që sulmon me shpejtësi për para. Jalen Nesbit, 27-30, vjellë time-out i parë në ndeshje që thret skuadra PS. Gret trajneri Krashovec që i knaqën me rikrimin e të lojtarëve të ti në mbrojtje, sidomos pas tranzicionit të fundit që pati skuadra e Golden Eagle yllit. E me Nesbit, atë të bërtim, arrin të qoj diri në 3 tashmë e përsin skuadra e Golden Eagle yllit. 27-30, 3 minuta 4 sekonda që kam bjetë loj në pjesën e parë. Kes Towns, kërkuar edhe efektin e këtij time-outit të trajnerit Krashovec. Towns. Towns gjithë një. Pasimi për Griciunas. Griciunas prapa me Berisha. Berisha për Griciunas. Griciunas sulmon vetë. Jo përçanuan nga avërsia. Mbrojtje mirë e Nesbit. E Çalako në mbrojtje luan në avërsi. Në pasim të Wilson. Wilson për Palokaj. Palokaj zërtovin për Shoshin. Wilson në njerë. Palokaj në balore, provon Treshër. Shkon brenda. Edhe kjo Treshë jam Palokaj. 27-33. Gjartë për para ylli. E vërsia tyre më e lartë në ndeshje. Palokaj, kjo është edhe pika 7. Towns për Griciunas. Aksionet e fundit nuk ka konkretizuar Griciunas. Aminot, Dardan Berisha, do përgjigjet. Jo, i shturtë në gjuajtje. Arjan Çalako më i vëmendshëm për të marrë reboundin. Ardhën Vuga i Peja në sulm në këtë çerek të dytë ka shënuar vetëm 9 pikë për dallim që 14 ka shënuar ylli. Mbledhur 1 minutë 43 sekonda lojë në pjesën e parë. Jan Palokaj. Palokaj, mbyllet hapësira, provan gjuajtjen e gjysmë distancë, nuk ka pik Shoshi.
Me reboundin e stojnë për në njëjtën ku është fauluar edhe nga Griciunas. Është fauli 3 dhe ekipori Pejës. Për dallim që Ylli nuk ka më faule për dhënë. Ja, Marcel që kishte vetëm 8 minuta në barken në çerikun e parë. Pak në të dytën Ulli Towns. E Daryl Marcel në vendin e tij. Edhe që ka marrë një time out tashmë krye trajneri Pipan. Ylli e që kërkon shfrytëzoj si s'duhet edhe aksionin e radhës dhe sekondat që kanë mbetur në aksionin e tyre. Një pauzë shkurtër për të kthyer prapë. Të 35 sekonda loj, 14 sekonda kanë mbetur në aksionin e Yllit, ku faulua me të marrë reboundin e Stëndis Shoshin nga Griciunas. Dojnë që Griciunas tashmë ka 2 personale. Nesbet. Nuk ndovën Qallaku. Masimisht për cilën Qallaku. Anja Nesbet. Kanë zjedhë vetë situatën tashmë Nesbet dalet për dojnë e gjuajtën shumë e vështirë airball. Aminot për Dardan Berishën, Daryl Marcel. Marcel, provan Sulmaj. Marcel dalet për dojnë, nuk ka pik Nesbet. E lartë në mbrojtje. Për cilën tashmë në akcion Derek Wilson. Pran Berishën, i kur bashkëtojtarët e Sigal Prishtina, Wilson. Për Palogaj, Palogaj për 3. Bang! Tjetër treshe nga Jan Palogaj. 36, 27, Ylli, 9 për para janë ata. Tjetër treshe nga Palogaj që është treshja 2, 10 pikaj. Apo është gjykuar se dyshe kjo gjuajtje e Palogaj, stilës tjetë 27-35 do tjetë rezultati e Palogaj që do të ketë 9 pikë, për do të vinë për ta parë edhe njën nga afërsia gjyqtarit ka gjuajtjen e Jan Palogaj. Për parë sa do të jetë dyshe apo treshe, se cila do gjykuat. Nga përsëritja në ekran, gjyqtarët e po në qarë që kështë të shkelur vijen Jan Palogaj, ndaj do të jetë si dyshe dhe rezultatit do mbetet 27-35. Në pik Palogaj. Pak se një minut loj. Aminot. Hot. Për Berishën. Berisha për Hot. Hot lëviz perfekt. Hot sulmon për para. Da Silva. Da Silva rrotullohet një pasim për Ikpe në mesin e dy kundërshtarëve. Nuk ka pik nga Ikpe. Nga Shoshi në mesin e dy kundërshtarëve. Më ngajtur topin Ylli. Dhe tash më gjithë koha mbetet do të jetë me ta. Parë se a do të mbyllen me 2 shifra e përsia e mysafirëve në pjesë të parë. Jan Palogaj. Biznis Qallaku. Për vendos të uaj me Wilson. Kishtë të faul për Dhampeja. Personali e menqur nga Aminot. Dhe marrë një tjetër time out. Pipan. 5-9 sekonda.
gjithkohë do t'jetë tashmë me skuadrën e Yllit. Do kanë shfrytëzojnë në mënyrë më të mirë për sekondat tjetër. Themi pas time-out edhe thirrën nga Pipan, edhe 5 sekonda për cilën Çallakur do zgjedh vetë situatën, luan me Wilson në ballore për 3. Derek Wilson 27-30 është epilogi pjesës së parë. Në sekondën e fundit shënon për 3 nga një distancë 8 e largë Derek Wilson, që njerësh është edhe pika 7 dhe treshja ti e parë në kokë ka lëshuar topin Wilson. Dhe sigurisht që do t'jetë si e rregull dhe do numërohen pikët për skuadrën e Yllit dhe pikërisht për Wilson. Janë 9 pikë për Jan Palogaj, si kush është nëse më i mirë 7 Wilson, por gjithashtu pati edhe 6 asiste Nesbit me 5 pikë, e në anën tjetër të Beja Towns me 7 pikë, Josh Marcel edhe 8 pikë pati Aminat, si kush është nëse më i mirë në pjesën e parë të skuadra 5. Në pauzë për 15 minuta mos u largoni për tu kthyer pas pak.